Lajmi për ndarjen nga jeta të Ilir Shqina, bashkëshorti i Grida Dumës dhe njëkohësisht babai i djalit të saj Darjenit, ka lënë një boshllëk të madh në familje. Për herë të parë, djali i tij ka folur hapur për dhimbjen dhe për rrethanat e vdekjes, duke ndarë me publikun emocionet që e shoqëruan ato ditë të errta. Ai tregon se lajmin e trisht e ka marrë jashtë vendit në një kohë kur sapo kishte përcjell nënën e ndjer dhe se për të gjithë ishte një goditje e dyfisht dhe e papritur. Darjeni ka pranuar se babai i tij kishte qenë në gjendje kome përpara se të ndërronte jetë, duke lënë të kuptohet se institucionet nuk kishin dhënë informacion të plotë dhe të qartë mbi atë që kishte ndodhur. Kjo mungesë transparencë vetëm sa e thelloi dhimbjen e familjes dhe hidhërimin e tij personal. Ai shprehu hapur se ndihej i mpir dhe i boshatisur, por njëkohësisht i lidhur shpirtërisht me kujtimin dhe figurën e të atit. Në mesazhin e tij prekës, Darjeni theksoi se ndonse se babai nuk është më fizikisht, ai do të mbetet gjithmonë pranë tij si udhërrëfyes dhe mbrojtës. Këto fjalë tregon jo vetëm dashurinë e madhe për të atin, por edhe rolin që Ilir Shqina kishte pasur në formimin dhe jetën e tij. Humbja e tij, sipas Darjenit, nuk është thjesht një ndarje nga jeta, por një boshllëk që nuk mund të zëvendësohet kurrë. Ky rrëfim emocional u bë menjëherë pjesë e diskutimeve publike, duke prekur zemrat e shumë njerëzve që e ndoqën historinë. Përveç se një dëshmi personale, kjo histori ngre pyetje mbi kujdesin dhe transparencën e institucioneve, si dhe mbi mënyrën se si përballen familjet shqiptare me humbje të tilla të mëdha.